إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالندريم dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatat, salamet, qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pason udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith se ai I cili e lexon surën Al-Mulk apo surën Tabarakalladhi biyadihi al-mulk, kjo surë do të jetë pengesë prej dënimit të varrit. Kjo surë do të jetë pengesë prej dënimit të varrit. Për njeriu I cili e lexon këtë surë në çdo mbrëmje para se me flet. Kjo surë I ka dy faqe e diçka. Do më thonë për ata që lexojnë Kur'an rrjedhimisht 3 minuta. 3 minuta garantë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është sigurues, pengues prej dënimit të varrit. Ka ardhur me disa transmetime se vjen dënimi prej anës së kokës, e thot surja Mulk më ka lexuar mua. I vjen prej anës së barkut, e thot surja Mulk më ka lexuar mua. I vjen prej anës së këmbëve, e thot surja Mulk më ka lexuar mua. Kjo surje është surje madhështore, me cilën Allahu Gjelle Gjelaluhu për ata që lexojnë për ditë, po edhe ata që lexojnë ndonjëherë, ata që ndëgjojnë ndonjëherë, na përkujton Allahu subhanahu wa taala për madhështinë e tij. Na tregon Allahu fillimin e surës për madhështinë e tij, na tregon Allahu Gjelle Gjelaluhu për zjarrin, për botën tjetër, për xhenetin, kënaqësitë e Allahut subhanahu wa taala, vështirësitë e ditës së gjykimit edhe kështu me radhë. Çështje që duhet besimtarin për ditëshmërinë e tij me I përkujtuar. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith, akthiru dhikra hadhimi ladhat. Shpeshtojeni përmendjen e prishësit të kënaqësive. Ajo është vdekja. Shpeshtojeni. Për shkak se preokupimi jon me përkujtimin e botës tjetër, edhe preokupimi jon me çështje kësaj dunjaje, dallimi është shumë I madh. Do më thonë, përkujtimi për botën tjetër, pothuajse është zero. Pothuajse është zero, shumë pak. Në krahasim me preokupimin e gjërave me cilat kanë të bëjnë me këtë botë. Prej hajës, pijes, veshmbasjes, sigurimit, tjetës edhe kështu me radhë. Thotë Allahu subhanahu wa taala në fillim të surës, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. I lartëmadhruar është Allahu, I lartëmadhruar është ai në dorën e të cilit është pushteti. Dhe ai është I plotfuqishëm të realizon çka don. Tash paramendon për ditëshmërinë tonë, çdo mbrëmje, çdo ditë, ti me I përkujtu këtë realitet. Se I lartëmadhruar është ai. Kush është ai? Allahu Gjelle Gjelaluhu. E cila është cilësia e tij?
me çka cilësohet ky Zot i jon të cilën na e adhurojmë, biyadihil mulk, në dorën e tij është pushteti suprem. Në dorën e tij është pushteti suprem, Allahu subhanahu wa taala. Kan thënë dietarët, Allahu xhelle xhelaluhu në surën Fatiha, kur lexojmë Maliki Yawmiddin, ka ardhur Maliki Yawmiddin, edhe në një transmetim tjetër Maliki Yawmiddin, mbreti sunduesi i ditës së gjykimit. Ka mundësi në këtë botë dikush me qenë sundues, me qenë qeveritar, me qenë pushtetar, mirë po nuk është posedues i çdo sendi që e kanë njerëzit. Dhe ka mundësi njeriu me qenë posedues i diçkait dhe mos me qenë qeveritar, mos me qenë sundues. E Allahu xhelle xhelaluhu është edhe sunduesi suprem, edhe poseduesi suprem i gjitha asaj që ekziston pos Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se gjithçka pos Allahu xhelle xhelaluhu janë krijesa të Allahu xhelle xhelaluhu, atë ditë gjykimit dalim krejt krijesat para Allahu subhanahu wa taala, abeda, robt Allahu subhanahu wa taala. Kjo cilësi është Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtë cilësi duhet me ja përkujtuar çdo herë vetes. E kur ta përkujton vetes këtë cilësi, se Allahu është sunduesi suprem, se Allahu është i plot fuqishëm të realizon çka don. Ky realitet, kjo dituri, ky informacion që e kemi na prej Kur'anit dhe Sunetit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shumë probleme në jetën tonë i rregullon. Shumë probleme në jetën tonë i rregullon. Se sundimi takon Allahu xhelle xhelaluhu. Sundimi i botës tjetër takon Allahu subhanahu wa taala. E Allahu i ka sprovuar në këtë botë njerëzit duke u dhënë mundësi të kenë sundim të pjesshëm në kohë të caktuar. Të pjesshëm me një pjesë, me një vend, me një kohë të caktuar prej kohrave, sprovë nga ana Allahu subhanahu wa taala. Mirë po sunduesi suprem është Allahu xhelle xhelaluhu. E na kur i bëjmë ibadet Allahu subhanahu wa taala, kur e falim namazin, kur bëjmë dua Allahun xhelle xhelaluhu, na duhet me ditë cilësitë e Allahut, duhet me ditë kush është Allahu subhanahu wa taala. Duhet me ditë kush është Allahu subhanahu wa taala. Që me qenë të bindur, që me qenë të bindur në çështjen tonë, që me qenë rahat në çështjen tonë, na duhet të kemi mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala. Kur të kesh mendim të mirë për Allahun, pastaj çdo sen këtë dunjë shkon çish duhet. Hiç problem. Ka mundësi me vdek, ka mundësi me të vrarë, ka mundësi me humb këtë pasurinë, ka mundësi me ndodh sprova më e madhe në këtë dunjë. Mirë po ti je rahat. Pse? Ki mendim të mirë për Allahun xhel xhelalu. Mirë po ti edhe unë nuk kena mundësi me pas mendim të mirë për Allahun, nëse nuk e njohim Allahun subhanahu wa taala. Nëse nuk e njohim, nëse nuk studiojmë, nuk ulemi të lexojmë fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për me njoftë Allahun xhel xhelalu, çish kena pas mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala. E tash ti për dishmërinë tënde, para se me flet, i thot vetes tënde, o filan, Allahu është sunduesi suprem. Allahu është poseduesi suprem i gjithë shkajt. Allahu është i plot fuqishëm të realizon çka do. Ty edhe mund angelet vetëm me qenë rob të denj, rob të nënshtruar ndaj Allahut dhe me lut Allahun subhanahu wa taala. A jemi të bindur se Allahu është i plot fuqishëm? Jemi të bindur apo? A jemi të bindur se Allahu kur don të bën diçka thot kun feyekun, bëhu dhe ajo bëhet, apo? A kemi këtë bindje? Atëherë, çka na pengon neve që mos me kërku prej Allahut subhanahu wa taala? Çka na bën neve që të lidhemi me krijesat dhe ta lëm krijuesin? Çka na bën neve? Pse? Nëse na kemi këtë dituri, nëse na kemi këtë bindje, pse neve në çdo problem të jetës tonë derën e parë që i trokasim derët e mbyllura, që të na i hapë dikush, kurse e lam derën e cila është e hapur. Ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Lutumni mua, unë ju përgjigjem. Allahu thot, lutumni mua, unë ju përgjigjem. A e di sa krijesa, sa njerëz në këtë dunjë thojnë tyje, kur të kish vlla, kur të kish ndaj problem, kur duhet diçka thirrëm telefon. Kur ta thirrësh telefon, një herë ta çel, dy herë ta çel, përsëri ta çel telefonin. I shkruan sta kthen mesazhin,
dela është fshelt. E Allahu po thot, lutumni, unë ju përgjigjem. A ka mundësi Allahu mos mu përgjigj? Allah po thot, ju lutumni. Na çka veprojmë? Në çdo sen që jemi në këtë dunjë, trakasim fillimisht dyert e mbyllura të krijesave. E kur të ngelim fund me gishta ngoj, atëri kthemi Allahut, ja Rab. Ja Rab. Nuk është keq edhe atëherë, edhe në fund nuk o keq. Mirë po fillimisht Allahu subhanahu wa taala. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë këshilluar me Allahun, kanë falë namaz istihare për çështje shumë të vogla vëllazë. Për mesele shumë të thjeshta që neve nuk i konsiderojmë që janë çështje të rëndësishme ato, çe. Të kanë falë namaz istihare. Për një këllë kryp. Për pejt e nallëve, kanë falë istihare. Janë këshilluar me Allahun xhelal xhelaluhu. Me e pas edhe rahat. Sot na fillojna biznese pa istihare. Sot martohemi pa istihare. Punë të mëdha janë këtë dunjë. Vendime, kyçe për jetën tonë marrim pa këshilluar me Allahun xhelal xhelaluhu. Pse kjo? Për shkak defektit të detyrisë tonë, ka shi Allahut subhanahu wa taala. E kush është ky Allah, të cilën na e adhurojmë, e i cili është i lartë madhruar, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Është ai i cili ka kriju vdekjen edhe jetën që t'ju sprovon juve kush prej juve do të jetë më vepërmirë. Allahu e ka kriju vdekjen, pastaj jetën. Pra Allahu xhelal xhelaluhu fillimisht e pas ka kriju vdekjen. Pra na fillimisht pas kemi qenë të vdekur, pastaj të gjallë, pastaj vdesi, pastaj ringjallemi, dikush në xhennet, Allah na mundsoft, e dikush në xhehenem, Allah na ruaj. Dikush thot, po si ka mundsi vdekja njëri na të gjallë, mos na vdesi. Na njëri lindim, pastaj vdesi. Edhe në ajetin kuranor Allahu xhelal xhelaluhu na tregon neve se fëmiu në barkun e nanës së tij deri në muajin e 4 disa ditë rritet, zhvillohet, mirë po është i vdekur. Rritet, zhvillohet, mirë po është i vdekur. I vjen shpirti në muajin e 4. Deri në muajin e 4, ai ka gjithë organet e trupit, mirë po është i vdekur. Tha Allah subhanahu taala, na krijojmë prej një pikë uji i vendosur fi qararin makin, në një vend të sigurt. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma. Në këtë pikën e ujit e krijojmë në copë gjaku, këtë copën e gjakut në copë mishi, këtë copën e mishit i bëjmë eshtra, këto eshtra i mbulojmë me mish. Pastaj e përsosim krijimin e njerëzit. Vjen shpirti në muajin e 4, Allah dërgon melekun dhe e bie shpirtin prej nalt. Deri këtë periudhë ky krijim i njeriu ka qenë i vdekur. Alladhi khalaqa al-maut. Para kësaj, fondjetor, para kësaj është një etapë tjetër, jo që jemi qenë të krijuar të vdekur, jemi qenë muhabetis në ka bën. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. A si ka në momentin njeriu të përkujton atë çasti kur ka qenë diçka e papërmendur, që muhabet që ka bos, nuk është ditë. Kur kanë qenë gjyshërit tanë ose prindërit tanë të vegjël. S'është bo muhabeti jo. Muhabeti jo ka filluar mu bo prej momentit kur janë martu gjyshërit tanë me pas nipa. E kur janë martu prindërit tanë me pas fëmijë, veç ide. E pastaj jemi kriju të vdekur, pastaj në ka arë shpirti për janës Allahu xhelal xhelaluhu, pastaj periudha e shtatzanis, pastaj periudha e dopsis në jetën e kësaj dunjaje, të dop që s'kena pas mundësi me majt qafën tonë drejt, s'kena pas mundësi me tregu kur na pihet qumsht se na pihet, s'kena pas mundësi me tregu kur na ka dhim barku se na dhëm barku, ose na dhëm veshi, ose na dhëm hunda, ose na dhëm fyti, s'kena pas mundësi. Krejt familja në që ka me na këshirë neve. Mos po përzredh me halvet. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Që Allahu t'ju sprovon juve kush prej juve do të jetë më vepërmirë. Kush prej juve do të jetë më vepërmirë. Këto vitet kalojnë shumë shpejt. Sigur ta kishë pas mundsinë na që jemi pak më të mëdhaj, mirë po këtë e shoh dyshishit interesant me e bë me fëmijët tanë, mirë me bë me fëmijët tanë. Sikur ta kishim pas një video
Sigur tash i pas një video të viteve 90-ta, unë e kom lind 90-ta për shembull, me pas një video në 1990-ën, të më bë video prindje, edhe të më tregu mua këshilla xhaljem se ti që tash për momentin qafës më shme livrit. O të dhim barkje më s'më shme të reguve. Me pas fotografinë e vetës tënde ku ti ke qeni dopt ekstrem. Ke pas nevoj të në kohën dikush me të këshyrë. Edhe me këshyrë tash kër i ki bo ca vjetë, me thonë vetës, as të vjen mare mi bo gjëna Allah s.w.t. A nuk të vjen mare ti që ki njërë, që të ka kriju Allah s.w.t. Që Allahu ti ka nështru prindërit e to, që mu kujdes për ty, me të rritë, me të edukue, me të shkollue, mu bo ki kush i tash i bo burë me muskulla, edhe i ba gjëna Allah s.w.t. As të vjen mare, lijebelu e kumë, për sprovë, kush për ju e ka me qenë ma dhe për mirë, jo për diçka tjetër. Ma dhe për mirë, a kene bo, edhe, kanë thënë tërtë, edhe ma dhe për keqë. Dhe për e mirë e ka përmendë Allah, mirë po, e më sheftë është të këdir edhe, ma dhe për keqë, kush me bë dhe punë të këqia. E tash, këto ajete, kur të lexojnë ana, paramendot ti çdo mbrëmje lexon këtë ajet. Jetë, vdekjen dhe jetën, edhe përkujton fëmërinë tënde. Edhe përkujton momentin kur ti ke qenë diçka e papërmendur, e përkujton momentin kur ti ke qenë i vdekur i krijuar, i gjallë i krijuar, pastaj lindja, pastaj zhvillimi jot, familja jote, çysh e ri, çysh e bo, edhe kështu me radhë, çfarë është këtë periudhë kohore ku i bëjnë gjuna Allahu xhela xhelalu. Ja shkelna kufit Allahu subhanahu wa taala pa pikmarrë. Dikush më shef, dikush edhe hap fazi Allahu na ruaj. A ky përkujtim na ban para se në kryen një stik me fletë rahat, më pëndu të Allah s.w.t. Mi thënë Allahut më falë, ja Rab. Allahume inni dhalemtu nafsi dhulmen kathira, o Allah. Unë i kom bo zullum vetës time me zullum të madh. Nuk i falë gjunat dikush posteje, më falë mua ti, më shiruesi, më shirëbërsi. Një prej duat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e ka vënë kryen një stik, edhe ka vënë dorën te faqja për me fletë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një prej duave para xhumit, Allahumma qini adhabaka yawma tab'athu ibadak. O Allah, shpëton prej dënimit tan atë ditë kur kemi ringjall krijesat tua. Me këtë lexim këtyre sura, këtyre ajeteve, më ndryshon kur e bën këtë dua pastaj. Se në sekond, në 3 sekonda, në 5 sekonda, në 2 minuta, në 5 minuta, përse e lexon surën, këto fotografit e këtyre shpjegimeve devin krye shpejt. E pastaj qasja dhe raporti jonë me Allah xhela xhelaluhu është ndryshe. Tha Allahu subhanahu wa taala, wa huwa al-azizul ghafur, Allahu është fuqiploti edhe mëshiruesi. Është fuqiploti që ti merr me dënim ata të cilët i kanë bë gjuna Allahu subhanahu wa taala prej besimtarëve, edhe është mëshiruesi që Allahu t'i fal ata që i kanë bë gjuna Allahut prej muslimanëve, prej besimtarëve. Allahu na fal. Kush është Allahu? Kush është Zoti të cilën na adhurojmë? Kush është Allahu për cilën na kena ardhur mu fal tash në xhami? Kush është Allahu subhanahu wa taala ndaj të cilit na jemi të respektueshëm kur flet imami me ndëgjue, kur flet khatibi hutbë na me ndëgjue. Kjo nuk ndodh diku tjetër. Kjo s'ndodh diku tjetër. Ktu hiç vjen në xhami edhe ulesh edhe tash e ngon çterin në fund. As mohabet ka ardh as me te pikin me e prek, as këmishën me këshir kur xhamë, e këshir imamin çka të fol. Disiplinë totale. E kush është ky Allah që na ka obligu këtë disiplinë neve? Kur na bëjna këtë, na duhet me ditë pse, kush është Zoti jonë që na ka obligu këtë? Kur t'i bëjmë sejdë dhe Allah, duhet me ditë se kujna tyra sejdë dhe na. Tha Allah xhela xhelaluhu, alladhi khalaqa 7 samawatin tibaqa, ma tara fi khalqi rrahmani min tafawut, farji al-basara hal tara min futur. Ja laha min al-aya, subhanallah. Zoti jote dhe Zoti janë, të cilët na i bëjna sejdë e lutmi me një anë, edhe ati që i bëjna gjuna her pas here, është ai që ka krijuar 7 katë qiell, një për një, të i baka, 7 katë qiell. E kemi tek hadith në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se krahasimi i tokës me qiellin e parë të kësaj dunjaje është si krahasimi e një unazës të hedhur në shkretin. Do më thonë, toka me gjerësinë e saj, me madhësinë e saj që veç Allah e di sa është e madhe kjo tokë,
Jo asaj që ka thot NASA, si besojna. Allah e di se sa është e madhe kjo tokë. Në këtë tokë, në katin e 9 të tokës, është duke përgatit zjarmi i xhehenemit, që kanë vepruar me laçet mahsherit në gjykimit. Në tokë, në thellë tokë, bëhet gati zjarmi i xhehenemit, mbi 7 kat qiell, bëhet gati xheneti. Allahu e ndërton xhenetin. E të shkym zjarmi i xhehenemit që ka marrë ditë gjykimit, ka me qenë gjigant. Kanë me mbajt me laçet, kanë me pas zjarmi i xhehenemit në gjykimit 70.000 zinxhir. Çdo zinxhir e majnë ka 70.000 me laçe. Tash banë në hesab se sa është e madhe ky zjarmi i xhehenemit. Allahu na ruaj. Që ka me bo hujgjim me i marë krejt që kanë bu gjuna Allah xhelalu, xhelozi ndaj Allah, ndaj për Allahun, ndaj njerëzve që kanë bu gjuna Allah subhanahu. Që ky zjarm është në tokë, në poshtë përgatitet. E krahasimi i kësaj toke që është gjigante, krahasim me qiellin e parë të kësaj dunja është kur një unaz me hudh shetin, nuk shifat kur gjë hiç. Shetina e madhe një unaz kur gjë. Qielli i parë i kësaj dunjaje, të cilin Allahu e ka zbukuruar që vjen në ajete, të cilin Allah e ka zbukuruar, edhe i ka bë flakrues për shejtant, yjet është gjigant shumë i madh. Krahasimi i qiellit të parë me të dytin është njëjtë kështu. Qielli i parë te qielli i dytë hub, nuk shifet toka. Subhanallah. Unë edhe ti kanë 1.70 e 1.80. Subhanallah. Kërkon apo? Na kështu i shohim sene. Mirë po, Allah xhelalu neve na shtek kështu 1.70, sa jena, 1.80, sa i e. Sa i e kështu të shef Allah subhanallah. Nuk shef Allah pse është mbi arshin e tij më të vogël ty. Jo, sa i e të shef Allah. Është informuar Allah për çdo se çka do bëte. Qielli i dytë me tretin, i treti me kështu, këtë krahasimet janë kështu, tani qielli i shtatë. Krijesa gjigante. Tha Allah, ma tara fi khalqi rrahmani min tafawut. Nuk mundesh me pa në krijimin e të gjithë mëshirshmit ndonjë gabim, ndonjë huçje. Që Allah ka thënë në krijimin e të gjithë mëshirshmit, ka thënë në krijimin e Allahut, ka thënë në krijimin e të gjithë mëshirshmit. Me na tregu neve se në krijimin e Allahut ka mëshirë. Në krijimin e Allahut ka mëshirë. Krijimi i Allahut është mëshirë për njerëzimin. Allahu xhelle xhelaluhu, të cilën na e adhurojna, të cilët na i lutemi, për cilën na falemi, e të cilët na e dimi bo gjuna. Që kjo Allah, a di çfarë të mirë na ban neve. Knatësit e krijimit të Allahut te njeriu janë të pandalshme. Allah e ka kriju kështu universin që në vazhdimshmëri mu knaq. Veç ibadet bante. Ti veç ban adhurim, mos u ban shirk mu, mos u ban gjuna. Unë kam ta mundsu të në kohën mu knaq. Kanë thonë dietarët, Allahu xhelle xhelaluhu krijoi diellin dhe me ndriçimin e diellit Allahu na mundsoi neve me pa bukurinë e Allahut në tokë. Krijimin, bukurinë e krijimit të Allahut në tokë. Me çka e shohmi? Për shkak të rrezëve të diellit. E shohmi këtë mirën, bukurinë e krijimit të Allahut në tokë. Allahu akbar, far krijimi ka vënë Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, kur të vjen nata, Allahu xhelle xhelaluhu e ka kriju hanën që të na mundson me pa bukurinë e krijimit të Allahut në qiell natën. Ti veç kënaqur. Syni jot mos nalet u kënaq. Ditën këshir në tokë, edhe madhnoja Allahun për krijimin që ka bë, kur të perëndon dielli, del hana e nëpërmjet saj e shef krijimin edhe bukurinë e krijimit të Allahut në qiell. Domethënë ti tan kon më kënaq, syni jot kënaqur, madhnoja Allahun duke shikuar. Veç mos i ban shirk Allahu subhanahu wa taala. Ma tara fi khalqi rrahmani min tafawut. Së mundesh me pa në krijimin e të gjithë mëshirshmit ndonjë huçje. Mbi neve, pa shtylla. Imba Allahu xhelle xhelaluhu. Ky është Zoti jon. Tash ai na të kuptuana se ku na i përkan bën namaz. E kur ta kuptojmë kështu realitetin, kur ta njohim kështu Allahun xhelle xhelaluhu, vallahi namazi nuk mund të bëj namazin në pazarët, matematikat e pazarit. S'munësh se jetu i lidh këtij Allahu xhelle xhelaluhu. Kur ta dim këtë dituri
s'mundesh me I bë gjuna Allahut çash let. Nuk tham që si ban gjuna Allahut, se s'mundemi pa I bë gjuna Allahut. Jena të kështu të krijuar. Mirë po, jo çash let me bë gjuna Allahut subhanallahu. Jo çash pa llogari, pa hesab me bë gjuna Allahut xhela xhelaluhu. Mirë po këto ajete do të më përkujtuna për ditëshmëri. E tash rastësisht kjo sure ka arë si pengesë, kush lexon këtë sure para se me flet, pengesë prej dënimit të varrit. Po kështu çfarë përkujtime ban kjo sure? Kështu çfarë mesazhe jep kjo sure? Kështu çka ban kjo sure çdo natë para se me flet. E në qoftë se para se me flet, kështu I përkujton gjërat në 5 apo 10 apo 15 minuta. A ka me tik namazin sabajta? A ka me tik namazin sabajt pa gjemata? A ki me ra pa dirtin e faljes e namazit të sabat me gjemata? S'ki me ra. S'ka shanca. Nuk po foli mo me shtin hesab si ta falim vakt mi, si mës ta fali shnosh kur qona e fali. Jo, nuk ban hesab me I kjo. Namazin e sabajt me gjemat me dal me fal. Ama kur del me fal namazin e sabajt me gjemat? Kur ta madhnojsh Allahun zemrën tënde. Kur ta dish se për kanë të prish gjumin. Kur ta dish se për kanë të prish gjumin, kur ta dish se për kanë të prish qefin tan, knatësin tan atë momentin e knatësisë kulminante të gjumit, çatëherë me prish, me marr abdes, me shku me madhnu Allahun subhanahu wa taala. E këta nuk e bëjnë dikush jashtë se ata që e madhnojnë Allahun në zemrat e tyre. Tha Allahu jalla jalaluhu, thumma rji'i al-basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Këta edhe një shikimi për zyti. Ka më të kthi shikimi I molisur. Nuk mundesh me gjetë diçka. Nuk mundesh me gjetë një huçi në krimin e Allahut subhanahu wa taala. Djeri vllazni se nuk ka përkujtues më të mirë që na përkujton botën tjetër se sa fjala e Allahut. Nuk ka këshillues më të mirë se sa fjala e Allahut xhela xhelaluhu. Po problemi është se na me fjalën e Allahut xhela xhelaluhu po takohemi me ndonjë ajet që po e flet hoxha në hutbe edhe në muajin e Ramazanit. Kurse Kurani ka qenë ushqimi I shpirtit për besimtarët. Ushqimi I shpirtit për besimtarët. Për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për tabiin, për tabiin, gjeneratët e arta. Ka qenë ushqim. E kemi thënë që fjala e Allahut, dëgjimi dhe respektimi I Allahut subhanahu wa taala është nevojë shpirtërore që na e kemi. Nuk është ngarkesë shariatike, nuk është ngarkesë. Allahu ngarkesën Kur'an e ka përmend në formën mohuese. La yukallifu Allahu nafsan illa wusa. Allahu nuk e ngarkon njeriu për të mundësive. Nuk e ngarkon. S'ka thënë Allahu e ngarkon njeriu sa të mund me mbajt. A ka pas mundësi Allahu me thënë Allahu e ka ngarku njeriu sa ka mundësi njeriu me përballue prej obligimeve. S'ka thënë kështu. Pse? Që me I hiksoj punës ngarkimit. Pa Allah nuk e ngarkon njeriu për të mundësive. Dhe dhe Ibn Taymije që me e kuptue që namazin, dhikrin, leximin e Kur'anit, ulën e shikimit, largimin prej gjunave, realizimin e urdhave të Allahut subhanahu wa taala, që duhet me I bë besimtari, këto nuk janë ngarkesa, këto janë nevoja shpirtërore, nevojë. E kur të ki për një sen nevojë, a e një vetën ngarkuma, kur të vere vakti me hangë buk, dush me ushqyje, a e një vetën ngarkuma, të është ki presion për me hangë buk. Jo, be ha buk nachësh, e shion çdo pjesë të pjatës, pse ki nevojë ki. Kështu me qenë edhe raporti mes neve dhe Allahu subhanahu wa taala. E kur ta kuptojmë kështu ibadetin, nuk e bëjmë ibadetin më shpejt ta bëjmë edhe çuna pina kafe. Jo, kam nevojë, për këtë nevojë, kam anë s'dal hiç nuk dal. Qes Allahu të falë mëkatet tona. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.